Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Zbardhet vrasja tronditëse e pizzerit në Tiranë, autori debatoi për prosciuton dhe qelloi derisa ndërhyjnë punonjësit e tjerë të lokalit. Vizitori nga Tirana u qellua për vdekjen në Kalan e Beratit vetëm se prekur kalin pa lejen e të Zotit. Vrasësi arrestohet i fshehur në një shpellë. Një tjetër arsenal armësh zbulohet në mes të Tiranës, sekuestrohen automatik, pistoleta, snajper dhe fishek. Arrestohet një nga trafikantët. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Policia zbardi plotësisht dinamikën e vrasjes me thik që tronditi Tirana një ditë më parë. Picieri, 36 vjeçar, u qellua nga kolegu i punës pas debatit për prosciuton. Autori tashmë i arrestuar rezulton të jetë proceduar edhe më parë për mbajtjen e armëve të ftohta. Një debat banal për një picë me prosciut u bë molla e sherrit mes autorit të arrestuar Filip Shehu dhe kolegut të tij të punës, i cili mbeti i vdekur me thik, Indrit Ismailari. Burime bëjnë me dije se tek lokali një klient ka porositur një picë me prosciut. Autori Shehu, i cili kishte vetëm 3 muaj si i punësuar në këtë biznes si ndihmës picier, ka marrë një produkt ushqimor, por Ismailari i ka thënë që të përdor një produkt tjetër. Referuar dëshmisë autorit të prangosur, viktima në këtë moment e ka sharë dhe menjëherë Shehu ka marrë një thik tek tavolina dhe ka goditur disa herë. Dëshmia e tij përputhet edhe me pamjet filmike të sekuestruara nga Blut, ku viktima pasi shkon në frigorifer për të marrë një prosciut tjetër, ndërkohë autori merr thikën dhe godet 3 herë, një goditje në qafë dhe 2 herë në pjesën e barkut. Janë marrë dëshmitë edhe të stafit tjetër të lokalit, ku kanë thënë se nuk kishin afrimitet me autorin, pasi ishte i heshtur dhe i distancuar nga të tjerët. 43 vjeçari Shehu jetonte vetëm dhe rezultoni proceduar edhe më herët për posedim të armëve të ftohta. Autori vrasjes së një turisti nga Tirana në Kalan e Beratit pranoi në polici krimin e rënd. Ai tregoi se shkaku bë prekja e kalit pa lejen e tij. 63 vjeçari që u kapi fshehur në një shpellë është dënuar vite më parë edhe për vrasjen e fëmijët të tij. Vrasja 42 vjeçarit Keli Hoxha nga Tirana në Kalan e Beratit erdhi për shkak të një motivi krejtësisht banal, sipas dëshmisë që autori i vrasjes së tij, 63 vjeçari Kristo Mema, ka dhënë në polici. Autori dyshuar, i njohur edhe me emrin Konstantin Hoxha, ka rrëfyer para hetuesve se ngjarja ndodhi pas një paralajmërimi që i kishte bërë turistit për të mos e prekur kalin. I thash mos e prek kalin se është i acaruar sot dhe mund të reagoj keq, por ai më shau dhe ofendoi, humba kontrollin, mora thikën që e mbaje në samarin e kalit dhe godita në gjakndetësi. Vrasja ndodhi në ambientet e Kalas së Beratit në praninë e familjarëve të viktimës dhe turistëve të tjerë. 63 vjeçari ushtronte prej kohësh aktivitetin e shëtitjeve me kal, pa pasur asnjë leje për këtë, megjithëse fitonte të ardhurat të rregullta nga turistët që vizitonin Kalan. Familjarët e Keli Hoxhës, banues në Tiranë me origjinë nga Tropoja, kanë mohuar që ai ta ketë ofenduar apo sharë autorin. Ata thanë se gjithçka ndodhi shumë shpejt, pasi Keli vetëm ishte përgjigjur se nuk kishte asgjë të keqe kur u paralajmërua të mos e prekte kalin. Pavarësisht ndihmës që mori menjëherë, ai ndroi jetë në spitalin e Beratit për shkak të plagëve të rënda. Pas ngjarjes, Mema u largua me kalin, të cilin e çoi në kasollën pranë banesës së tij, mori disa ushqime dhe u fshi në një prej shpellave të Kalas. Ai u lokalizua disa orë më vonë nga policia, i strëhuar në të ashtu quajturën shpella e Mehmetsit, pranë kishës së Shën Mehillit. Gjatë hetimeve u zbulua se 63 vjeçari kishte qenë i përfshirë edhe në një tjetër vrasje në vitin 1993, po në qytetin e Beratit, kur kishte goditur për vdekje një fqinj. Pas asaj ngjarjeja ishte arratisur drejt Greqisë, ku qëndroi rreth 25 vite dhe ndroi identitetin duke përdorur emrin Konstantin Hoxha. Edhe në zona i njeh nga banorët si person problematik. Grindjet e vazhdueshme mes djalit dhe babait duket se shkaktuan krimin e rënd brenda familjes në Durrës. Autori, 25 vjeçar, dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor, për të cilat edhe ishte vizituar në spital, por nuk kishte marrë mjekime. Është zbardhur dëshmia e 25 vjeçarit Marian Kodheli, i cili mesditën e të martës vrau me thik babain e tij Pjetur Kodheli. 2 orë pas ngjarjes, 25 vjeçari u arrestua në zonën e plazhit, vend ku kishte menduar të fshihej. Gjatë marrjes në pyetje,
25 vjeçari ka deklaruar se jati e stresonte dhe nuk e linte të qetë. Isha duke ngrënë bukë në dreg dhe babai mu tur dhe s'po më linte rehat. Nuk e mbaj mend konkretisht se çfarë po më thoshte, por mora thikën dhe e qellova. Kemi patur grindje të vazhdueshme që kur jam kthyer nga Greqia para 6 muajsh. 25 vjeçari Marian Kodheli ka jetuar dhe 6 vjet në Francë dhe pas largimit nga ky vend ka emigruar përsëri drejt Greqisë. Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se familjarët e autorit kanë deklaruar se para 2 vitesh ai ka shkuar në spital për të vizituar. Mjekja që e ka vizituar e ka rekomanduar që të bënte një vizitë tek një mjek psikiatër, por as ai dhe as familjarët e tij nuk kanë pranuar ta bëjnë këtë vizitë, duke përjashtuar mundësinë që ai mund të vuante nga problemet të shëndetit mendor. Edhe jati kishte qenë kundër kësaj vizite. Arma automatik, pistoleta, sniper dhe mira fishek janë sekuestruar nga policia në mes të Tiranës. Arsenali u gjeti fshehu në një furgon, ndërkohë që është arrestuar një nga trafikantët. Një tjetër bazë me arsenale armësh është zbuluar nga policia e Tiranës. Operacioni koduar The Van, i realizuar nga sektori krimeve të rënda në bashkëpunim me komisariatin nr. 2, u finalizua me bllokimin e një sësie të madhe armësh të sofistikuara. Si rezultat u arrestua 34 vjeçari Eugert Sino, banues në Tiranë, ndërsa 2 persona të tjerë u shpallën në kërkim, të dyshuar si të përfshirë në të njëjtën veprimtari kriminale. Gjatë kontrollit në rrugën Myslim Shyri në furgonin e 34 vjeçarit, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi të konsiderueshme armësh. Brenda automjetit ishin fshehur 12 armë zjarri të markave të ndryshme, 6 armë automatike, 5 armë ty të gjatë si dhe sniper, silenciator, 17 krëra për armë zjarri dhe 15.000 fishek, pjesë armësh dhe pajisje për shpërthime në distancë, municione të tjera si dhe uniforma policie. Sipas burimeve, armët dyshohet se ishin planifikuar për të përdorur nga grupet kriminale që veprojnë në Tiranë, Laçë dhe Burrel. Hetuesit kanë zbuluar përveç automjetit që u kap në zonën e Myslimshyrit edhe bazën kryesore të grupit, ku mbaheshin armët në një objekt pranë po të njëjtës zonë. Armët e sekuestruara rezultojnë të jenë të reja dhe besohet se janë trafikuar nga Kosova. I arrestuari Eugert Sino rezulton me precedente më parshëm për vepra të ndryshme penale. Hetuesit dyshojnë se ka edhe persona të tjerë të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të armëve. Punojnësit si tatimeve i plagosur në atentatin me Tritol në Shkodër mohojnë në polici të ketë konflikte, por hetuesit po verifikojnë veprimtarinë e tij në punë, si edhe të dhëna të tjera për të hedhur dritë mbi motivin dhe autorët. Nuk kam konflikte me askënd. Me këto fjalë ka nisur dëshminë e tij para oficerëve të policisë së Shkodrës 38 vjeçari Enea Busukja, të cilit ju bë atentat të martën në lagjen Docmazi. Sipas deklarimit të tij, shpërthimi ndodhi kur ndezi automjetin. Sa po dola nga banesa dhe isha duke hipur në makinën e punës që kam. Në ato momente shpërtheu lënda eksplozive që ishte vendosur tek motori afër makinës time. Fillimisht nuk e kam kuptuar se çfarë ndodhi. Kam dalë nga automjeti dhe kam qëndruar derisa erdhi policia dhe një ambulancë. Unë nuk e kam as iden më të vogël se pse ndodhi ky atentat. Ju them me bindje se në mënyrë kategorike nuk kam asnjë problem me askënd. Ndaj, nuk kam asnjë ide se kush mund të jenë autorët apo pse ndodhi kjo ngjarje. Ndërkohë, policia e Shkodrës ka shoqëruar disa persona për të marrë në pyetje, por ende nuk ka të dhëna për autorët e vendosjes së eksplozivit. Grupi hetimor ka sekuestruar provat e gjetura në vendin e ngjarjes, ndërsa po analizohen edhe pamjet filmike të kamerave të sigurisë në zonë dhe në akset hyrëse të qytetit. Hetuesit po përpiqen të rindërtojnë itinerarin e autorëve, të cilët dyshohet se janë larguar drejt fshatit Dragoç, ku u gjetë djegur makina e përdorur në atentat. Mjeti po ekzaminohet me imtësi në laboratorin e policisë, me shpresën se mund të gjenden gjurmë apo prova materiale që do të ndihmojnë në identifikimin e autorëve. Një hetim i nisur afro 3 vite më parë është finalizuar me goditjen e një grupi ish zyrtarësh në Lezhë të akuzuar për abuzime me tokat. Ata dyshohet se kanë titërsuar sipërfaqe të mëdha në zonën bregdetare të Ranës së Hedhun, duke i hapur rrugë ndërtimeve të palishme. Gjykata Lezhës ka lëshuar këto të mërkuar 9 masa sigurie në kuadër të një hetimi të gjerë për tjetërsim pronash dhe ndërtime pa leje në zonën turistike të Ranës së Hedhun. Sipas burimeve zyrtare, në këtë skem dyshohet se janë përfshirë ish zyrtar të institucioneve vendore, punonjës të administratës publike dhe një efektiv policie, ndërsa hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Bëhet fjalë për një hetim të nisur rreth 3 vite më parë, që lidhet me ndërtime të paligjshme dhe tjetërsim pronash në zonën e mbrojtur të Ranës së Hedhun, ku më parë janë dënuar dhe zyrtar të tjerë për çështje të ngjashme.
Hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë së Lezhës, e cila pritet të sqarojë rolin e secilit prej të dyshuarve në këtë çështje të rëndësishme që lidhet me abuzimet me pronat në një prej zonave më të njohura turistike të vendit. Ndërkohë që po këtë të mërkuar, policia e Lezhës njoftoi finalizimin e operacionit në zbatim të një vendimi të gjykatës së posaçme për sekuestrimin e një ser pasurish të përfituara nga veprimtari kriminale. Gjatë një jave u konfiskuan 13 pasuri të paluajtshme, toka me sipërfaqe më shumë se 80.000 m2 në Ran të Hedhun, Ishull, Lezhë, Tale dhe Vajin, si dhe 7 pasuri të ndodhura në bregun e Lumit Drin dhe në fshatin Ishull Shëngjin, me sipërfaqe totale mbi 15.000 m2. Në mblidhjen e komunitetit parlamentar të stabilizim asociimit, shumica dhe opozita debatuan për krimin dhe korrupsionin. Demokratët akuzuan qeverinë për bashkëpunimin me bandat, ndërsa socialistët thanë se këto qëndrime njollosin imazhin e Shqipërisë. Pavarësisht se reforma në drejtësi është vlerësuar nga aktorët ndërkombëtar, opozita mendon të kundërtën. Në tryezën e Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri Bashkimi Evropian, kreu i grupit parlamentar të PD Gazmend Bardhi solli në vëmendje një sër çështje që sipas tij në thelb kanë korrupsionin e sjell nga keqeverisja. Vështirë të evidentosh në një progres gjatë qeverisjes së partisë në pushtet, edhe për faktin se legitimiteti i qeverisjes, pra i parlamentit dhe qeverisë, si rregull në çdo vend evropian buron nga liria dhe barazia e zgjedhësve. Grupet kriminale që operojnë në vendet e Amerikës Latine dhe të Bashkimit Evropian përdorin ekonominë shqiptare, veçanërisht sektorin e ndërtimit, për pastrim të parave. Por në emër të mazhorancës, kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja u shpreh se këto akuza thjesht baldosin figurën e Shqipërisë. Keqardhje sepse dallimet tona politike apo qëndrimet tona të ndryshme për çështje të caktuara nuk mund të jenë argument për ta bërë pis Shqipërinë. Dhe të mbështesësh integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pasi ke hedhur një mal me akuza dhe e ke bërë bal Shqipërinë, mua nuk më duket qasje e sinqert. Të njëjtën linjë mbajti dhe kreu i grupit socialist Auland Balla, i cili rikujtoi opozitës se ndërkombëtarët kanë ndjeni për çdo punë të bërë nga Shqipëria. Se drejtësia nuk është e mirë dhe duhet përshëndetur kur ngrej akuza kundër kundërshtarit, dhe drejtësia është e keqe kur ngrej akuza kundër ndonjë kolegu të. Ndërkaq, në emër të Komisionit Evropian, Andreas Scheider u shpreh se Shqipëria ka bërë progres të qartë në fushën e drejtësisë, ndërsa vuri theksin tek bashkëpunimi mes aktorëve politik. Lideri i opozitës akuzoi prokurorinë e posaçme se po mbyll dosjet e krimit dhe të zyrtarëve të korruptuar. Sipas Ali Berishës, drejtuesi SPAK Altin Dumani është vënë në shërbim të plotë të qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijoi dhe këtë të mërkurë me sulmet ndaj institucioneve të drejtësisë. Nga Selia Blu, përpara deputetëve, kryedemokrati ngriti akuza se dosjet kriminale mbyllen kundrejt rishfeteve. Dhe se skapi i partisë aktualisht është institucioni më i korruptuar në historinë e drejtësisë shqiptare. Dosjet në skap mbyllen kundrejt rishfeteve. Prandaj dhe aty kthehen në turshi ato aty. Kreu i opozitës gjithashtu pretendoi se përfaqësuesit e drejtësisë ndikohen dhe nga eksponentët e qeverisë. Në 2 vite, sipas raportit të Altin Troplinit dhe të prokurorit përgjithshëm, të paraqitura në parlament viti 2022-2023, janë dënuar gjithsejt 199 persona për korrupsion dhe një pjesë e këtyre 199 janë dhe për krim të organizuar. I dëgjova në një raport thanë që nuk sjellin dosje. Dhe qarkulloj dhe ajo në rastu kujtë urdhri e Diram si u thoshte asnjë dokument nuk do dërgoni kund pa firmën time, pa urdhën time, po thashë kanë bllokuar. S'ka mundësi. Rritja e nivelit të korrupsionit dhe përkeqësimi i situatës në drejtësi, për Berishën tregon se reforma ka dështuar. Tu themi shqiptarëve se këtë katastrofë e bëri Edi Rama me padrinun e tij, George Soros dhe networket e veta. Se kjo është e vërteta. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha apeloi që deputetët të shtrojnë çdo problematikë që hasin në parlament.
Në raportimin e tij para deputetëve, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit nënvizoi masat që duhen marrë për shkeljet në shëndetësi, ndërsa deputeti socialist Erion Braçe kërkoi një auditim 10 vjeçar të koncesioneve në këtë sektor. Kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Arban Sheu prezantoi raportin vjetor në mbledhjen e përbashkët të Komisionit për Nismat Qytetare dhe Komisionit të Ekonomisë. Ai ka listuar një sër shkeljesh të kryera nga institucionet publike, duke u ndalur veçanërisht tek shkeljet në sektorin e shëndetësisë. Gjatë vitit 2024, kontrolli i lartë i shtetit ka realizuar 159 auditime në të gjitha nivelet e qeverisjes, në qeverisin qendrore, pushtetin vendor, institucionet e pavarura dhe në ndërmarrjet shtetërore. Sipas llojit të auditimeve janë kryer 45 auditime financiar, 43 auditime për putshmërie, 35 auditime të kombinuara, 15 auditime performance, 8 auditime të teknologjisë informacionit dhe 13 auditime mbi zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga institucioni. Ndërkohë, nga ana tjetër, deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka propozuar një auditim 10 vjeçar të kontratave koncesionare në shëndetësi, check-up dhe sterilizim. Braçe tha se duhet një verifikim nisur nga fakti se KLSH thot se privati po merr para pa dhënë shërbimin. Po lexoj. Edhe në vitin 2023, kontrata koncesionare për ofrimin e hemodializës ka rezultuar me pagesa për shërbimet të pakryera. Konkretisht, për 9.241 raste nën projekcion dhe 1.557 raste mbi projekcion në shumën 103 milion lek. Do doja shumë që të kishim një auditim të plot të 10 viteve të këtyre kontratave, të treja kontratave. Nga dita e parë deri ditën e mbarimit të afatit të kësaj kontrate. Ndër të tjera, kreu i KLSH-s tha se institucionet qendrore vendore vijojnë me problemin e largimeve të padrejta nga puna të punonjësve. Për të gjitha shkeljet e identifikuara janë bërë 13 kallëzime penale. Punëtorët e Bankers Petroleum që janë në grev prej më shumë se 2 javësh kanë protestuar këtë të mërkur para zyrave të kompanisë. Ata janë shprehur të vendosur të vijojnë rezistencën deri në plotësimin e kërkesave. Në ditën e 15 të grevës, naftëtarët e Patos Marinsës e kanë zhvendosur protestën e tyre përballë zyrave të kompanisë Bankers Petroleum në Fier. Me pankarta në duar, grevistët kanë kërkuar një zëri reagim nga kompania dhe zgjidhje konkrete për plotësimin e kërkesave. Ata kanë apeluar që Bankers të heqë dorë nga intimidimi që u bëhet punonjësve për të bojkotuar grevën. Ajo që ne kërkojmë është që naftëtarët të trajtohen me dinjitet. Stop diskriminimit të naftëtarëve dhe stop pagave diskriminuese. Kemi kërkuar rishikimin e fondeve të pagave dhe shpërndarjen e këtij për punonjësit që marrin paga të ulta. Po dy pyetësh ka punonjësit që këtu vazhdojnë marrin 500, 600, 700 apo 800 euro. Ndërkohë, punonjësit kinezë apo shtetas të tjerë këtu marrin deri në qindra mijëra. Të mos intimidohen, të mos mbahen në presion dhe të mos krijojnë këtu firma nën kontraktore të cilat bëjnë presion të dyja palët. Disa nga grevistët kanë marrë me vete në protestë edhe fëmijët. Jemi në kauzën tonë dhe drejtën tonë, nuk dorëzohemi. Duam atë që meritojmë. Jemi për një kauzë të gjithë, jemi për të drejtën tonë. Një ndër punonjësit më të vjetër të vendbanimit të naftës, Ago Nuaj, ka thënë se me dinjitetin dhe djersën e tyre nuk mund të tallet askush. Edhe me dinjitetin dhe me kurajon, edhe me djersën tonë, ne nuk do t'i lëmë që këta të argëtojnë, se këta nuk e se po vuajnë. Këta argëtojnë edhe kur ne vuajnë. Kanë dalë në fush, kanë bërë presion punëtore, u kanë vajtur në përshpira, u kanë gjetur adresën ku punojnë gratë, burrat, edhe është zinxhiri i tërë i korrupsionit. Për protestuesit, investitorët e huaj duhet të sjellin zhvillim, por ata po sjellin vetëm mjerim. Do ta mbushin me emigrant. Këta njerëz janë më të lirë se emigrantët. Pse sjellin emigrantët? Këta janë më të kualifikuar, i kanë të gjitha atributet që i duhen këtij vendi. Ata i shtypin, i ndjekin. Sepse këta investitorë të huaj duhet të vinë të sjellin zhvillim, këta po sjellin vetëm mjerim. Grevistët janë shprehur gjithashtu se nuk do të dorëzohen, duke mos përjashtuar as marshimin drejt Tiranës. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.